si dua që juve vërtet të dini se si të ndikoni në lidhje networku që bëni. Nëse vini ndonjë panair, edhe në një vend me 5 veta, se si ju lini një përshtypje që ata njerëz jo vetëm do t'ju mbajnë mend, po dhe çfarë të bëni mbas atij eventi, sepse mbase sot mund të keni nevojë për pak më shumë për një takim. Gjithmonë duhet vini pak të përgatitur. Unë, për shembull, sa herë vi në një event, gjë e parë që bëj është mundohem të shikoj kush po merr pjesë, kush janë sipërmarrësit që do flasin dhe bëj kërkimet e mia që të vije përgatitur me kë do bisedoja atë ditë, çfarë do them, çfarë objektivash konkrete dhe si unë do ta marr avantazh sa më shumë nga ky event që vërtet më dali diçka në dritë. Dhe në dritë nuk bëhet fjalë thjesht për një klient, sepse të gjithë e kërkojmë klienti, por nuk është ajo çdo gjë, por të krijosh atë relatë që vërtet do jeni aty për njëri tjetrin. Gjithmonë përshtypja e parë ka rëndësi dhe një nga gabimet që shikoj sipërmarrësit është që direkt shkoj në temë që hey, unë shes këtë, bëj këtë dhe unë jam ky. Kur direkt dini si në një mënyrë si po shihni. Por gjithmonë duhet keni parasysh që njerëzit kanë një pyetje në mendje. Ajo që do më thuash ti, çfarë interesi ka për mua? Nëse direkt ju jeni duke bërë shitje, pa krijuar një farë relate, një farë besimi, edhe sikur të flisni thjesht se jeni nga Italia, ku i bëre ti pushimin në Itali, ku i bëra unë, që gjeni gjëra përbashkëta, pra krijon atë besim elementar, dhe unë këtë gjë përdor edhe në strategjitë e shitjes që bëj me perspektiva që akoma nuk i kam klient, mundohem të krijoj besimin, të jap diçka mbrapsh, të bëj pyetje që të mësoj sa më shumë për ata. Kur ju dini më shumë nga njëri tjetri, vështirësitë që ata kanë, historinë e biznesit të tyre, historinë e jetës së tyre, çfarëdo që ju do krijoni mbas, do ketë një farë lidhje ndryshe, sepse tani keni në mendje që okay, Marsila ka këtë vështirësi, më përmendi që e këton këtu, mendoj që mund të kemi të përbashkët sepse dhe unë kam këtë vështirësi apo unë kam këtë zgjidhje, problemet që ajo ka. Pra gjithmonë dëgjoni për të kuptuar, jo thjesht për të kthyer përgjigje. Çfarë unë bëj dhe gjithmonë i rekomandoj sipërmarrësve që konsultoj, kur jeni në një event dhe asnjëri nuk ju njeh. Pra, kur ju takoni një person në një event, mund të mendoni që është thjesht një person që sapo ka nisur një biznes, nuk ka para, nuk ka sukses. Nuk e di çfarë mendoni. Dhe ju duke përmendur një histori suksesi, mbase keni qenë në një TV show, mbase keni fituar një award, a kompania juaj ka qenë në Forbes, çfarëdo është një gjë e vogël që ju mendoni që është tamam ajo maja e icebergut të suksesit tuaj, ku ju jeni krenar, unë dua që ju ta përmendni, sepse njerëzit ju mbajnë mend nga suksesi. Unë për shumë sa herë përmend që kemi bërë evente në vende të ndryshme të botës, apo kam qenë ekspozuar në rrjetet sociale, kam mbi 200.000 ndjekësa organik, apo kam qenë në emisione si të Top Channel, Vision Plus, Klani. Edhe pse për mua nuk është një gjë, kam shpëtuar njerëz nga kanceri kur thon asaj, prap sa do i përmend, kjo i hap shumë tema njerëzve dhe njerëzit fillojnë të më mbajnë mend, bëhen kurioz, shikojnë ato intervista. Pra duan të dinë më shumë për mua dhe ndikojnë në mendjen e tyre. Do më mbajnë mend si Marsila që mbase ka një audiencë të madhe, që bën marketing, bën video edukuese dhe do vazhdojnë të më ndjekin në bazë eventit. Pra dua që ju të keni këto në mendje para se të bëni ato bisedat private me njëri tjetrin sot. Dhe mundoni që normalisht jeni të drejtë për drejtë, mos tregoni gjithë historinë e jetës për të vajtur te pyetja çfarë biznesi keni. Pra mundoni që jeni pak drejtë për drejtë dhe të përmendni gjërat që mendoni audienca juaj do ju interesojë. Pra gjithmonë mundoni të shikoni si mund të shtoni vlerë. A mund ta ndihmojmë këtë person me një këshill, me një referencë, a mund ta ndihmojmë mbase me një strategji, me një auditim falas. Hey, unë do t'jap një orë këshillimi marketingu, po e shikoj që ti ekspert në shitje, duhet më japësh një orë ekspertizë në shitje. Unë këtë gjë dhe sot e bëj, kur ndroj orët e mia me avokat, me financier dhe më besoj që funksionon, dhe jo vetëm këtë gjë, po duke qenë sepse është një interes e përbashkët, tani ata prapë më referojnë biznes, edhe pse nuk është se kam blerë nga shërbimet e mia për arsye buxheti e tjera me radhë. Parë punës, nëse nuk keni bërë pjesë e grupit në Facebook, ju rekomandoj sipërmarrësit shqiptar në mbar botën, jemi 42.000 anëtar. Kur bëni prezantime, do siguroja që të bëni një prezantim pak a shumë siç bëhet sot. Mund të vendosin linkun e website-it, mund të vendosin një foton tuaj. Po më dëgjohat mua, nëse do të merrni më shumë shikime brenda grupit, sepse edhe grupi ka algoritmin e vet, postoni një foton tuaj dhe pastaj mund vendosni çdo gjë që doni në përshkrimin tuaj. Por nuk mund të bësh një prezantim sot edhe pastaj të harrosh, sepse njerëzit gjithmonë ka njerëz të rinj, jo gjithë do ta shikojnë atë postim, pra çdo 3 javë do rekomandojsha që vetëm prezantoni, po mbase të ndani një këshill. Mbase keni bërë një artikull diku që mendoni që do i gjej vlerë. Mbase keni një pyetje përgjigje, një vështirësi, mendim, ide, opinioni, çfarëdo që të jetë.
sa më aktivi të jeni brenda grupit, jo vetëm që njerëzit ju shikojnë dhe merrni relata të reja, janë gjithë ato antar, por normalisht që gjithë shikojnë çdo postim që postoni, por sa më aktiv jeni, më shumë njerëz do t'ju bëjnë follow, më shumë njerëz do t'ju bëjnë mesazh, do bëni takime të tjera me radhë, mbasi pse jo mund të keni edhe klient. Por një gjë që ne bëjmë brenda grupit për t'i motivuar dhe për të dhënë kontributin ton falas është që çdo muaj shikojmë kush ka qenë më aktiv, pra nga postime, nga komentet, dhe përzgjedhim një person që neve i ndihmojmë për të bërë një video profesional edukuese, pra për rrjetet sociale, bashkëpunojmë me rrjetet tona sociale, e promovojmë falas. Pra kjo është një gjë që nëse dikush mua do më pagonte para, Marsila duhet më promovosh markën, do i kushtonte goxha, kurse neve ndihmojmë ata hap pas hapi që nga ideja e kontentit, video editimi, postimi, promovimi e tjera me radhë, falas. Dhe çdo muaj, pra në muajin e ardhshëm ne promovojmë kush është fituesi, pra jemi transparent. Dhe kemi dhe gjëra të tjera që bëjmë brenda grupit, nëse jo vetëm eventet, po për shembull kemi menduar që të nisim rrethira të reja ku neve do postojmë një blog, ku do jetë një tip interviste, pra si të promovojmë falas me anë të mundësive që ne kemi nga agjencia Expand to Market. Mos harroni që dhe emailet që merrni nga ne kur i shikoni, një herë në javë ne gjithmonë dërgojmë, janë plot me vlera, plot me resurse. Mundoni t'i bëni mark jo spam apo si e keni gjuhën e Gmailit që mos i humbisni.